Zeqine, ngjo pak tani. Unë sinqerisht kam dëshirë që ti të flasësh këtu jo një herë, jo 2 herë, po 20 herë. Sepse nëse ka një provë, për shembull, të degradimit të sistemit arsimor, të nivelit apo të standardit institucional dhe të politikës, je në mendimin tim, pavarësisht çfarë thot kjo opozita që nuk pëlqen ty, me këto prova që nuk bëjnë, po prova jonë më e pastër, më e qartë, më e vërtet e degradimit që ka ndodhur në arsim, që ka ndodhur në institucione, je ti. Ti je, dhe po them, kam edhe një ankesë nga disa miq, kam dhe një ankesë nga disa miq se unë kam ca artist. Zoti Balliu. Shpeshe nuk po e shikojnë. Zoti Balliu, të heq vëmendje. Çka ke? Po shumë mirë. Jo, e kam. Shumë mirë, shumë çfarë do? Zoti Balliu. E para kur i drejtohesh kolegës, do t'i drejtohesh siç e ka emrin. Dhe transformimet e emrave, ju lutem. Ju mozojnë ka çdo që emrin. Hera e fundit o zonjë, që ju për ty që më tentoni që të ndryshoni emrat e kolegë. O zonjë, mos ma ndërprit fjallën e para. Unë ta ndërpres fjallën se... Jo, s'ma ndërpret do fjallën. Kur të mbaroj unë... Lutem, respekto kolegët në parlament. Jo. Respekto kolegët. O zonjë, edhe njerë, ti respekto kolegët, unë i thira emrin zonja, kontrolloja pashaportën, e ka Zeqine. Shkam shpiku në emrin, ja kanë bon ata, vetët. Se ja kanë bon në emrin, o zonjë. Tani, a mund të vazhdojmë? A mund të vazhdojmë? Të vazhdojmë të zbatuar reguloren, pa ofenduar kolegët. Nuk ofendohen gja ku ka birnane që i ofendohen këta. Tani, në këtë aspekt, duhet ngritë një shqetësim. Shumë nga emisionet humoristike që kemi pasur ne, që i ndiqnin qytetarët shqiptar, tani i ka zëvendësuar duke dëgjuar ty dhe ja 2-3 tjerë këtu, i zëvendësohen dhe po ngelen pa punë artistët dhe humoristat. Se në vend Portokallis, e në vend të tjera